Ka një energji të jashtëzakonshme, sidomos në marshim dhe disa nga ditët që s'është e lehtë. Nuk është e lehtë, shumë e vështirë. Marshimi është. Prandaj jemi gjenerat diku të rinj dhe jemi konsumuar tashmë deri në orën 12. Kështu që studentët janë një gjenerat që besoj e mban me karburant këtë protestë. Pastaj janë dhe një grup tjetër aktivistësh të cilët janë bërë pjesë aty dhe janë takuar në protestat të mëparshme, të cilët kujdesen dhe janë mirëmbajtës të lejes në polici, të fonisë, të megafonit, shtjen lekët dhe i mbledhin për fonin që e paguajnë. Pra janë disa, po them 30-40 aktivistë të cilët mblidhen dhe bëjnë këtë gjën tjetër. Por ata unë i quaj mirëmbajtës, pra ata janë mirëmbajtës, dihet kush janë sepse kanë leje në polici. Për shembull, tre që e kanë nisur është Arilda, Albeni dhe Luciana e Erjollit, të cilët e nisën tek drejtoria e policisë ditën e parë protestën për shkak të asaj që ndodhi në Zvërnec, dhe aty panë që kishte shumë njerëz dhe i morën dhe marshuan te kryeministria dhe kjo rutinë është ndjekur. Por unë i vlerësoj për një gjë që nuk e kanë lënë protestën të jetë, domethënë të mos afrohen forcat politike, po dhe të jetë diçka e mërzitshme. Për shembull, ditën e djeshme e vlerësoj që ata e panë që në parlament ishin deputetët, e prerë rrugën dhe krijuan një insinuat aty ku u përballa me disa nga deputetët. Kështu që i vlerësoj shumë për çfarë kanë bërë deri tash, për mënyrën paqësore. Atyre që flasin, si funksionon? Me sa di unë, se kanë parë pak kënaqësi në rrjet. Personat që duan të flasin dhe që kanë një lloj integriteti dhe diçka për të thënë. Mund të flasi. Ata bëjnë një listë çdo ditë dhe tashmë kanë bërë dhe me tema. Ditën e pardjeshme ishin pensionistët, ditën e djeshme ishin mjekët, me tema të caktuara dhe bëhet një listë 10-15 qytetar dhe secili t'i jepet radha me fjala me radhë. Për të fol. Bjorn, ti si e shikon këtë organizim? Ka një grup koordinues, me sa e kemi parë, kemi folur. Me sa që duket që merret me mbarvajtjen e të gjithë gjës. Mendoj që kanë bërë një punë shumë të mirë. Qoftë me mbarvajtjen me qytetarinë që ka treguar protesta, domethënë mënyra paqësore, pastrimi i bulevardit dhe i sheshit në momentin që largohen dhe fillon marshimi. Në lidhje me organizimin mendoj që është fantastik, më pëlqen. Nuk i kanë lënë asnjë shkas, për shembull dhe ditën e djeshme deputeti Bido provoi ti ngacmonte pak dhe ti provokonte dhe nuk i kanë lënë asnjë shkas për të treguar shenja dhune. Pra ka shumë studime edhe të Harvardit që protestat kur janë paqësore janë më të suksesshme sepse arrin ka dhe fëmijë në mes, arrin që të bini dhe policinë dhe administratën. Pra bëjnë shumë aleat në rrugën e tyre dhe ne kemi qenë një ditë aty pranë stadiumit është një shesh me bar, shesh pushim me bar i madh dhe kur erdhi turma që kaloi një ditën kur dhe zoti Rama bëri atë manifestimin e festës të Partisë Socialiste dhe e kam me fotografi se si turma kur pa barin u hap dhe nuk e shkeli asnjë prej qytetarëve, 10.000 qytetarë nuk shkelën asnjë centimetër bar dhe u bashkuan përsëri ande. Kështu që këto janë mesazhe qytetarie që fitojnë zemrat e njerëzve. Absolutisht. Bjorn, nëse Rama nuk ikën, Berisha nuk ikën. Berisha nuk ka ikur edhe kur shpandon grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që nuk besoj që do iki me një protestë ose edhe me 3. Por nëse nuk ikën establishmenti vjetër politik, PSBT, ose ata që e kanë kapur, sepse tha shumë mirë, Rigersi mund të ketë një reformim të këtyre partive dhe protesta ja ka arritur qëllimin. Çfarë ndodh? Çfarë duhet bëj protesta? Po nuk mendoj domethënë se protesta duhet përqendrohet vetëm tek ikja e tyre, domethënë sepse edhe duket sikur është kryesorja. Është kryesorja sepse ata nuk domethënë e shohin establishmentin si fajtorin kryesor për gjendjen në të cilën shoqëria është dhe nuk besojnë më që ky establishment e ka kapacitetin që ta korrigjojë veten dhe me të drejtë mendoj. Dhe duhet ketë, prandaj thash pak më përpara që duhet ketë disa kërkesa më konkrete në lidhje me, nuk e di, me transparencën, ndoshta me referendumet, me dhënien e një fuqie politike më të madhe tek qytetarët. Pra duhet rritur presioni që politika dhe qeveria t'i jap më shumë
pushtet dhe më shumë autoritet njerëzve, domethënë qytetarëve, individit, nuk e di, ka mënyra të ndryshme të bërjes së kësaj të organizimit. Po mendoj se ky është pak a shumë thelbi, domethënë largimi i fuqisë nga elita politike dhe marrja e fuqisë nga njerëzit, nga qytetarët. Nëse Rama nuk ikën, nuk mendoj që është një dështim i protestës, madje përkundrazi, kam frikë se do prodhoj një dëshpërim më të madh që mund ta agravoj situatën akoma më tepër në kundërpërgjigje, sepse janë të gjithë të rinj, janë të gjithë njerëz që kanë jetën përpara dhe duke qenë se kanë jetën përpara kanë dhe më shumë ankth për të ardhmen e tyre. Dhe dëshpërimi i tyre nuk është se do i bënte mirë Ramës, as Berishës, po sidomos Ramës dhe qeverisë. Bjorn, si gazetar, në mbledhjen që zoti Rama do bëj të shtunën me grupin parlamentar, me qeverinë, mund të ketë ndonjë ndryshim? Nuk besoj. Nesër, domethënë. Po, nesër. Nuk besoj që të ketë ndonjë ndryshim të madh. Ose ndonjë reflektim nga kjo që thotë Rigersi me drejtë. Nga situata. Po. Nuk më duket se do ketë ndonjë reflektim. Do duhet kishte një reagim dhe një përgjigje sepse janë shumë njerëz atje dhe është një protestë. Ne flasim sa. Po të flas vetëm me flamingot, jo me sorrat. Ajo nuk është përgjigje. Përgjigje do thotë të japësh llogari përpara këtyre njerëzve, përpara kësaj mase njerëzish që ka humbur besimin tek ty. Dhe ai se ka bërë deri tani. Dhe nuk besoj se ka për ta bërë. Tentativa për ta bërë. Çfarë ndodh nëse Rama nuk të riqet dhe Berisha gjithashtu? Ndoshta protesta do të shuhet, sepse normalisht është diçka biologjike dhe ka edhe ajo kufizimet e veta, por që siç e tha dhe Bjorni, kjo protestë kur të rikthehet do të jetë ndryshe. Do jetë më e madhe, do të jetë më e fortë, sepse njerëzit tashmë kanë vrarë frikën. Tashmë nuk mund t'i ndalë dikush. Dhe në 20 ditë kanë njohur njëri tjetrin, kanë krijuar kontakte. Pra, po shkojmë aty. Koordinuesit dinë si ta bëjnë më mirë. Koordinuesit dinë si ta bëjnë. E përmirësuar në një farë mënyrë. Se nuk është se ka protestuar vetëm Tirana, ka protestuar po thaj se mbi 10-15 qytete të tjera, ka protestuar diaspora në shumë qytete, kështu që është krijuar një armatë e madhe. Celulari im është bllokuar, në fundjavë bllokohet nga video që më vijnë nga diaspora që duan që të nxjerr. Unë i kam nxjerr të gjitha, për i të së vërtetës, po bllokohet celulari në fundjavë. Gjermania, Amerika, Italia. Nuk është e rëndësishme ikën apo qëndron Rama tashmë, por e rëndësishme është ky vend. Ka qytetarë që i dalin zot apo nuk ka? Dhe unë mendoj që kemi arritur në